Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin ton Intervist, ku sot do t'i kushtohemi një prej programeve më të rëndësishme evropiane për rinin, arsimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar Erasmus. E ftuara jone sotme është Rina Muhaj, këshilltare e projektit Erasmus, e cila prej vitesh merret me koordinimin, zbatimin dhe mbështetjen e iniciativave të ndryshme në kuadër të këtij programi. Përvoja e saj në punën me organizata ndërkombëtare dhe projekte të financuara në Erasmus e bën një zë të rëndësishëm për të kuptuar më thellë se si funksionon programi, të cilat janë mundësitë që ofron dhe si mund të përfitojë rinia jon prej tij. Rina, faleminderit që pranuat ftesën e televizionit Bojnë. Faleminderit ju për ftesën, Nevila, mirë se ju gjej. Atëherë, ne do ta fillojmë kështu, çfarë nënkupton ky program, si filloi dhe ku qëndron sot? Programi Erasmus Plus njihet si programi më i madh që ka Bashkimi Evropian, që operon kryesisht në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit. Ai ka filluar në fakt si një ide këmbimi studentor në vitin 1987 dhe ka qenë një përvojë personale, një prej atyre që njihet si një prej themelueseve të këtij programi, të ndjera tashmë, Sofia Korradi, e cila ka qenë pas luftës dytë botërore. Ajo përfundon studimet në Universitetin e Kolombjas, mirë po me kthimimin e saj në Itali nuk njihet diploma. Kështu që e gjithë ideja filloi në këtë formet, në mënyrë që t'ja mundsoj studentëve që të marrin përvojë të studimit jashtë, por që në fakt edhe të reintegrohen pastaj kur kthehen në vendlindjen e tyre dhe në këtë mënyrë standardizojnë pak a shumë ato politikat evropiane të arsimit që të bëhen pak më të hapura, më fleksibël ndaj përvojave që kanë studentët në kontekstin e studimit jashtë. Ai operon, siç thash, në fushën e arsimit, rinisë, trajnimit edhe sportit. Ka filluar kryesisht si mobilitet, ka filluar me disa mira, fillimisht këmbime studentore që janë zhvilluar në atë kohë në Evropë, ka qenë në kohën e luftës së ftohtë dhe ideja gjithashtu ka qenë si ide finale përpos që ta modernizoj arsimin, përpos që të standardizoj politikat e arsimit, gjithashtu si ide ka pas edhe që të përafroj popujt, sidomos të rinjt, që të zhvillojnë një lloj komunikimi interkulturor ndërmjet tyre edhe të thej ato barrierat që shumë shpesh janë edhe për shkak të stereotipeve të ndryshme dhe mungesës ndoshta të bashkëpunimit që kanë. Kështu që në atë mënyrë ka filluar, ndërkohë që sot përpos që merret me mobilitet, sepse në fakt sa herë që flasim për programin Erasmus Plus, ajo fjala e parë ndoshta që na asocion është shkëmbimi studentor, studimi jashtëm, po është diçka shumë më shumë se aq, çdo herë më shumë po merr një çështje strukturore, në fakt çdo herë më shumë po ka kritje të kapaciteteve dhe nuk merret vetëm me individ si të tillë, por edhe me institucione, edhe me organizata, jo vetëm me institucione arsimore, edhe me organizata të ndryshme të sektorit biznesit, ose me organizata jo qeveritare që veprojnë në fushën e rinisë, me organizata sportive gjithashtu, me arsimin e të rriturve, jo vetëm me arsimin e lartë dhe atë profesionale, kështu me radhë. Kështu që është një program shumë i gjanë, në fakt ka jashtëzakonisht një mori i veprimesh të cilat i mbështet, cilat kanë të bëjnë me mobilitet, po atjetër po edhe me ndërtimin e kapaciteteve të vetë organizatave, të resurseve humane, në radhë parë, të kapitalit njerëzor, por edhe të vetë sistemeve, qoftë sistemi i arsimit ose sistemi në fushën e rinisë dhe sportit. Atëra mund të na tregoni dhe se cilat janë kriteret bazë për organizatat apo individet që dëshirojnë të aplikojnë në projektin Erasmus Plus? Kriteret janë të ndryshme varësisht nga ajo se ku ne participojmë, varësisht nga fusha jone e interesimit edhe varësisht nga ajo se çka ne përfaqësojmë, a duam të participojmë si një individ në kryesisht aktivitetet e mobilitetit apo duam të participojmë si një person juridik, gjithsesi si një organizatë ose një institucion. Nëse flasim për nivelin individual, për studentët ose edhe për të rinjt, të cilët mund të jenë edhe nga arsimi i mesëm ose edhe të rinjt që mund të jenë aktivistë në fakt rinor që operojnë në kuadër të organizatave të ndryshme jo qeveritare, kriteret kryesore për mobilitet ato zakonisht definohen nga vetë ose organizata rinore ose definohen nga vetë universiteti nëse kërkojmë studiojmë jashtë. Unë ndoshta do të fokusohesha në këto kriteret që kanë të bëjnë me studentën, për shkak se është vetë programi perceptohet si i tillë, apo jo është buxheti më i madh që jepet për shkëmbime studentore. Ajo çka është kriteri kryesor është që studenti të jetë i regjistruar në një universitet këtu, që të ketë përfunduar vitin e parë, pastaj pej vitit dytë mund të aplikojë për programin Erasmus Plus. Nuk ka kritere universalisht të pranuara rreth programit Erasmus Plus sa i përket mobilitetit, për shkak se vetë institucionet e arsimit lartë janë të lira që ti definojnë ato, mirëpo kryesisht nëse mund t'i
përgjithsojmë, ato sjellën rreth performancës akademike, gjithsesi nota mesatare, po nuk është vetëm nota mesatare kryesorja, ajo duhet të thënë gjithmonë. Shumë rëndësi ka edhe motivimi që ka studenti, kështu që ajo letra e motivimit është diçka që shumë vlerësohet edhe duhet pasur shumë kujdes në mënyrën se si e shkruajmë. Çka vlerësohet jashtëzakonisht shumë janë edhe ato aktivitetet jashtë kurrikulës, nëse ne përpos shkollës ndjekim edhe aktivitete tjera të ndryshme, nëse jemi të organizuar në organizata ndryshme jo qeveritare, apo ku ta di unë, me lloj-lloj aktivitetesh që mund të merrem, janë shumë e rëndësishme që ato të ceken. Pastaj është njohja e gjuhës së huaj, gjithsesi gjuha angleze, zakonisht është niveli B2 e kështu me radhë. Ato gjitha definohen nga vetë universitetet, nga dy universitetet, gjithsesi universiteti ku ju jeni të regjistruar edhe universiteti që do t'ju pres, universiteti në një shtet të Bashkimit Evropian, edhe konkurset ato që publikohen në web faqen e universitetit. Ndërkohë sa u përket organizate, institucionet e arsimit të lartë janë të kualifikuara për lloj-lloj iniciativash në kuadër të programit Erasmus+, zakonisht mas shumë ditë kemi të bëjmë me ato iniciativat e ndërtimit të kapaciteteve, do janë projekte të karakterit ndërkombëtar që zhvillohen jo vetëm nga një universitet, po zakonisht janë në bashkëpunim me universitetet rajonale, në fakt është kusht që t'jenë edhe universitetet rajonale, me që esenca është që sa më shumë përforcohet ky bashkëpunimi rajonal në fushën e arsimit, edhe patjetër duhet t'jenë edhe universitetet që janë nga shtetet e Bashkimit Evropian, me që ne e fitojmë ekspertizën nga ato apo jo ato na mësojnë në një farë formet edhe gjitha ato metodologjitë e punës edhe të kërkimit ose të arsimimit ose të zhvillimit kurrikulave, por edhe të reformimit të politikave të arsimit, kryesisht i mësojmë nga ata, them kështu. Atëherë duke qenë se ju jeni prej 7 vitesh pjesë e Erasmus grup, si është interesi i të rinjve për të regjistruar? Interesim ka, mund të them që Malizi është përfitues i këtij programit në mënyrë solide, do të thoja, sigurisht që do të mund të shfrytëzohej shumë më shumë, duhet sekur që Malizi në fakt ka edhe pak një status të limituar, me që ka statusin e shtetit të tretë të po asociuar në program, për dallim nga disa shtete tjera, të cilat janë shtetet të treta të asociuara në program. Kjo nënkupton që ne kemi disa mundësi të hapura në kuadër të programit Erasmus+, mirë po jo në të gjitha mund të kemi rolin e koordinatorit, ndërkohë që në fushën e arsimit, për shembull, zakonisht dominon arsimi i lartë, universitetet kanë më shumë mundësi, ato janë thithëset më të mëdha të buxhetit, por po ashtu së fundi është hapur mundësia edhe për shkollat profesionale, shkollat e mesme profesionale, jo gjimnazet. Kështu që mund të them që shfrytëzohet deri diku, duhet marrë parasysh në fakt edhe që Malizi është goxha shtet i vogël, kështu që nëse e bëjmë atë lloj proporcionit edhe e marrim parasysh me këta parametrat që i kemi jo vetëm si shtet i vogël, po si sistem shumë i vogël i arsimit të lartë, kemi vetëm 4 universitete apo jo vetëm një universitet publik, kështu që mund të them që është program i cili përdoret në mënyrë deri diku të mjaftueshme, por do duhej të zhvillohej edhe më tej, edhe sidomos do duhej që të promovohej edhe më tej edhe në për viset tjera të Malizis, sepse duhet të thënë që është pak i centralizuar në Podgoricë. Podgorica është, po mendoj aty është kapitali kryesor definitivisht, ama shpesh na ka ndodhur që nëse shkojmë në veri ose në qytete të cilat janë pak më periferike, po edhe në jug, në rajonin e jugut, mund vrejmë që ka të rinj që kur nuk kanë dëgjuar për programin Erasmus+, ndërkohë që ideja e programit në fakt është që të jetë programi i qasshëm për të gjithë në mënyrë të barabartë. Ky do ta veçoja si problem kryesor, mirë po pra po e them, mendoj që megjithatë, sa u përket gjitha fondeve të Bashkimit Evropian në fushën e arsimit, programi Erasmus+ definitivisht ka qenë i mjaftueshëm, i shfrytzuar, të them kështu. Mirë. Atëherë si e shihni ndikimin që ky program ka patur tek të rinjt me të cilët keni punuar deri më sot? Pra çfarë u ka afruar atyre pas këtij rrugtimi të programit Erasmus? A janë ndarë ata të kënaqur? Definitivisht, zakonisht kur i pyesim studentët, pothuajse çdo student që pyesim, që të ndaj përvojën e Erasmusit me ne, zakonisht çdo fjali e tyre fillon duke thënë që kjo është përvoja më e bukur jetësore që ne kemi pasur. Ndikimi është transformativ definitivisht në shumë aspekte, edhe është multidimensional, gjithashtu duhet thënë, për shkak se programi Erasmus+ në fakt nuk ka të bëjë vetëm me zhvillimin ose me aftësimin profesional ose akademik, është shumë më shumë se aq. Çdo herë më shumë e vrej që është një program ku ti rritesh, jo vetëm si profesional në një fushë caktuar, por sidomos në atë nivelin individual si person.
është një program I cili të rinjve nga Mali I Zi, nga Shqipëria, nga rajoni, nga e gjithë bota, se është program evropian, por ka një shtrirje shumë globale, nga rajone, nga më të ndryshme të botës, u ka ndihmuar që në rrallë të parë të ndryshojnë edhe botë kuptimin e tyre, të hapin mendjet e tyre, që të mësojnë nga përvoja ndërkombëtare në universitetet që janë shumë prestigjioze evropiane. Pastaj ndikimi është që në fakti kur je në një ambient multikulturor, njeh edhe perspektiva të ndryshme mbi tematika të caktuara, kështu që e gjitha botë kuptimi jote edhe bëhet edhe më I hapur edhe më I pasuruar patjetër. Është një mundësi e shkëlqyer edhe për atë komunikimin ndërkulturor, për shkak se kudo që të shkosh me programin Erasmus Plus, nuk ke të bësh shembull nëse shkon vetëm në Itali ose në Çeki ose nuk e di Francë, ato universitete zakonisht kanë ambiente të tilla multikulturore, janë studentë që vijnë nga e gjithë bota dhe krijohen ato raportet edhe ato shoqëri të cilat mund të jenë shumë afatgjate. Ndikimi tjetër është edhe ndoshta shpesh më përfituesi në kuptimin material, të themi, janë ato ndikimi që ka programi në kuptimin e perspektives, në kuptimin e karrierës, aty ti mund të zhvillosh kontakte nga më të ndryshmet me profesorë cilët janë shumë të njohur, nga më të njohurit ndoshta nga fusha jote, cilët nesër mund bëhen edhe partnerë me iniciativa tua të ndryshme ose projekte të ndryshme. Kështu që krijimi I këtij kontaktit edhe këtij rrjetit me partnerë të ndryshëm, me universitete të ndryshme është jashtëzakonisht profitabil edhe ndikon nesër shumë në atë rrugtimin tuaj profesional. Sidomos në një gjetje të punës, shumë shpesh studentët të cilët janë përfitues të programit Erasmus Plus, ata nuk marrin ndoshta në diplomë, për shkak se duhet të diplomohen në Universitetin AM, se ky është vetëm një shkëmbim I shkurt, jo I shkurt, është deri në 1 vjet, por ajo shkruan në atë diploma, në atë diplomën shtesë, taj periudha e mobilitetit që ju e keni pasur, kështu që definitivisht është diçka që shumë shpesh punëdhënësit e kanë me shumë interes që të ndëgjojnë nëse ti ke pas një përvojë ndërkombëtare edhe të shohin edhe të zbulojnë se cilat kanë qenë ato aftësitë tua edhe ato të butat, sidomos të cilat I kemi integruar në vete gjatë këtij mobilitetit. Atëherë të flasim pak edhe për sfidat. Cilat janë sfidat më të zakonshme që organizatat hasin gjatë implementimit të projekteve dhe si mund t'i shmangni ato sfida, nëse ka të tilla, domethënë? Sfida më e madhe që na kemi është fillimisht të inkurajojmë organizatat që të participojnë në projekte të tilla, sidomos këto organizatat që janë organizatat themi pak më të vogla, organizatat në fushën e rinisë, po flas këtu për shkak se për sistemin e arsimit të lartë nuk ka universitet që nuk ka qenë përfitues I këtij programit. Kështu që kur flasim për organizatat e sektorit jo qeveritar që operojnë me trit, shumë shpesh kanë një ekip ndoshta të vogël, të cilët nuk e di, ka edhe një lloj frike për të hyrë në projekte të tilla ndërkombëtare për shkak të mungesës së përvojës, ndonjëherë është edhe për shkak të mungesës së njohjes së gjuhës angleze në fakt fatkeqësisht. Zakonisht ne ankohen organizata që nuk kanë edhe kapacitete për t'i shkruar projektet, për shkak se projektet janë goxha kompetitive, për të krijuar kontakte me ata partnerë ndërkombëtar cilët janë të domosdoshëm në këto iniciativa. Por edhe në atë fushën e operimit, implementimit, programi Erasmus Plus është tejet profitabil, siç e thash në kuptimin e ndërtimit të resurseve humane brenda organizatave, nuk është një program të cilin mund ta shohësh përmes ku ta di, nuk është diçka e prekshme në kuptimin e infrastrukturës, mirë po ka të bëjë shumë me aftësimin e kuadrit që punon në një organizat, ka të bëjë shumë me përmirësimin e cilësisë së punës edhe metodologjisë së punës, së mësimit e kështu me radhë. Sfidat kryesisht janë këto, është edhe ajo frika për të hyrë në projekte të tilla, edhe është ajo mungesa e kapaciteteve interne organizative të vetë organizatave. Mirëpo, na zakonisht I inkurajojmë për shkak se një prej prioriteteve kryesore të këtij cikli të programit është edhe gjithëpërfshirja dhe diverziteti. Programi ka shumë rëndësi që të kemi organizata të cilat merren edhe me përfaqësimin e nevojave të grupave të marginalizuara, qofshin të rinj që kanë probleme edhe shëndetësore, po jo vetëm barriera shëndetësore siç është invaliditeti ose ku ta di, por sidomos kemi të bëjmë edhe me barriera tjera që të mund të jenë edhe të karakterit kulturor, shembull pakicat etnike, pakicat nacionale, gjuhësore, ose edhe azilantët, migrantët, refugjatët e kështu me radhë. Pastaj kemi të bëjmë edhe me trit cilët ta them kanë edhe ato barrierat e tyre socioekonomike që përballen me varfëri ose me barriera gjeografike që vijnë nga zona rurale, nga zona më të thella. Gjitha këto organizata të cilat përfaqësojnë kategori të tilla janë shumë
piksynuese në kuptimin e programit edhe kanë shumë përparësi në fakt. Shumë shpesh ekziston pikrisht tek ato frika më e madhe për të participuar, po gjithmonë mundohemi që përmes praktikave të mira, përmes shembujve të mirë, t'i inkurajojmë edhe në fakt gjithmonë apelojmë edhe tek këto organizata të cilat janë më aktive, sidomos ato të cilat janë kryesisht të përqendruara në Podgoricë, që t'i bëjnë partnere. Fillimisht fillojnë si partnere, pastaj si koordinatore të projekteve. Mirë. Çfarë do impakti synon Erasmus Plus të arrijë në komunitet dhe si matet ky impakt? Matja impaktit është gjoja më e vështirë në fakt se shumë shpesh ne mendojmë që impakti mund të matet përmes statistikave, në kuptimin e sa buxhet kemi fituar ne nga programi Erasmus Plus, cilat kanë qenë ato pajisjet, ose sa ka qenë numri i personave të cilat kanë shkuar në vizita studimore, të cilat janë trajnuar në një fushë të caktuar, ose të cilat kanë qenë përfitues të mobilitetit, por janë ato disa indikator të them kualitativ, jo vetëm kuantitativ, të cilët janë shumë më të rëndësishëm në nivelin individual, në radhë të parë. Në fakt, programi në nivelin individual është definitivisht i prekshëm, nuk ka personi i cili ka qenë përfitues i këtij programi që nuk ka mësuar diçka të re, që nuk ka përfituar nga ajo përvojë ndërkombëtare dhe që nuk është munduar në një farë forme që ta integrojnë atë mësim edhe në përditshmërinë e vet ose në metodologjinë e vet të punës e kështu me radhë. Pastaj impakti që synon programi në fakt të arrijë në fushën e arsimit është definitivisht modernizimi i arsimit. Ka të bëjë me cilësinë e arsimit në kuptimin e parafrimit të kurrikulave tona edhe të metodologjisë sonë të punës, por edhe shërbimeve në fakt edhe politikave institucionale me ato të Bashkimit Evropian. Sigurisht që politikat e arsimit janë goxha të decentralizuara dhe çdo shtet në fakt ato ndryshojnë njëra prej tjetrës, mirë po përpjekja për të arrirë tek një qasje pak më unifikuar është një prej qëllimeve kryesore. Impakti tjetër është edhe internacionalizimi i arsimit. Ka të bëjë shumë me internacionalizimin, në fakt shumë shpesh ka edhe ndonjë pikpyetje shpesh edhe një debat rreth programit Erasmus Plus se sa ndikon në atë ikjen e trurit, sidomos për shoqëritë tona që janë shoqëri në tranzicion, shtete me demokraci fragile, me sfida të ndryshme me të cilat përballemi, po mobiliteti në fakt ty të obligon që ti të kthehesh në vendin tënd edhe të përfundosh edhe të diplomosh në vendin tënd. Kështu që është një lloj formet e mira dhe strategjiet e mirë për atë që ka shpesh quhet internacionalizimi në shtëpi, në kuptimin e mbajtjes së trurit, do të thotë marrjes së përvojës ndërkombëtare, po pastaj kthimit në shtëpi dhe integrimit të atyre praktikave këtu. Përpos internacionalizimit, një diçka tjetër që mund të them është edhe parafrimi i popujve. Kjo është një prej qëllimeve kryesore që ka qenë që kur programi është lansuar në Evropë nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e arsimit, si mjeti më i mirë në fakt edhe për të krijuar ura komunikimit, edhe për të disi edhe për gjetur zgjedhjen e gjithë atyre problemeve dhe sfidave me të cilat çdo herë fatkeqësisht çdo herë më shumë përballet edhe vetë Evropa. Kështu që këtë do të ishte përmenoj synimi kryesor që ka në nivelin individual, në nivelin organizativ, në kuptimin e ndërtimit të kapaciteteve të institucioneve të ndryshme, por po, paka shumë kjo është, ka të bëjë rreth cilësisë, rreth mobilitetit, ka të bëjë rreth modernizimit, reformimit në fakt edhe të sistemeve të arsimit edhe adoptimit të politikave tona me politika më të avancuara në fushën e arsimit. A priten risi apo programe të reja brenda Erasmus në një të ardhme të afërt, pra, cilat janë planet më të afërmta? Çfarë do të ketë risi ose ndryshime? Programi ka kaluar në për disa faza. Në fakt, programi sot është një gërshëtim ose një shkrirje e disa programeve cilat kanë ekzistuar më parë në Bashkimin Evropian, cilat kanë qenë goxha kështu të shpërndara. Kështu që ky lloj integrimit ka bërë që programi të jetë kaq i gjanë në atë kuptim, edhe çdo herë ka evoluar, çdo herë ka pas risi, çdo cikël i ri i programit vjen me diçka të re. Ne kemi lënë mbrapa programin Erasmus Plus, i cili ka filluar nga viti 2014 deri në vitin 2020, pastaj tashti deri në vitin 2027 jemi në këtë ciklin aktual, ku si prioritet kryesor ka definuar, siç e thash, gjithë përfshirjen, diversitetin, gjithashtu ekonominë e gjelbër, digitalizimin edhe participimin demokratik të qytetarëve. Këto janë ato 4, po të them, risit të cilat janë aktualisht, se çka do të jetë
në të ardhmen pritet programi i ri, gjithsesi cikli i ri i programit pas vitit 2027, akoma nuk dihet, akoma nuk është zyrtarizuar, definitivisht do të ketë risi, do të ketë mbështetje më të madhe, buxheti vetëm shkon duke u rrit, zakonisht çdo cikël e dyfishon buxhetin që e ka. Aktualisht janë 26 miliard, domethënë i tillë është programi, mobiliteti zhvillohet që ka filluar, në fakt kanë qenë me miliona student, me qindra mira organizata dhe universitete të cilat kanë qenë përfituese të këtij programit, kurse në të ardhmen presim të shohim, por ajo që mund të them është që besoj se në ciklin e ri, jo vetëm Malizi, po edhe rajoni do të kenë një status pak më ndryshe, jo thjesht si shtete të treta të po asociuara, për shkak se këtë status e kanë edhe shtetet e Afrikës edhe shtetet e Amerikës Jugore, kështu me radhë, marr parasysh edhe procesin e integrimeve evropiane, pritet që ose të hyjmë në ciklin e ri, ose si shtet antar i Bashkimit Evropian, ose mbetet çështje debati, por ose si shtet i asociuar në këtë program, që do të thotë se atëherë ne do të kishim mundësi të barabarta, me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian do të kishim mundësi të njëjta participimit në për të gjitha ciklet e arsimit, edhe me atë parashkollor, edhe arsimi fillor, arsimi i mesëm, universitar, pas universitare, kështu me radhë, dhe do të kishim definitivisht mundësinë që të jemi edhe koordinator të gjitha atyre projekteve, edhe që ne pastaj do të ishim në rolin e atyne ekspertëve që do të jepnim ekspertizë të tjereve. Por definitivisht deri sa të arrijmë deri aty janë shumë e rëndësishme që mundësitë aktuale të shfrytëzohen sa më shumë që të jetë e mundur, edhe që ta maksimalizojmë përfitimin prej këtij programit, po e përsëris sërish, jo që nuk përdoret në mënyrë solide, mirë po është më rëndësi që të ketë një shpërndarje pak më të barabartë të këtyre mundësive, që të arrijmë pak më shumë tek ato grupet e marginalizuara, edhe në rajone të ndryshme të shtetit, edhe në zona rurale, kështu me radhë, për shkak se qëllimi i programit është që të mundsoj edhe barazin, edhe qasjen e të gjithëve në mënyrë të njëjtë. Shumë mirë. Atëherë edhe për së fundmi, nëse keni dëshirë të jepni një mesazh apo një këshill për të gjithë të rinjtë të cilët kanë dëshirë të kyçen, por që ndoshta nuk e kanë atë vullnetin ose motivimin e duhur, cili do të ishte? Okej, nëse flasim për të rinjt, për individ, atëherë mesazhi kryesor i imi do të ishte në radhë parë që të marrin atë hapin fillestar që të informohen. Ata mund të më kontaktojnë mua personalisht, kanë një kontakt adresë aty, kështu që lirisht jemi të qasshëm nëpërmjet kanale të ndryshme të komunikimit, në mënyrë që të informohen edhe në mënyrë që të kenë guximin ta marrin këtë hap, për shkak se është një mundësi e jashtëzakonshme, nga e cila asesi nuk do të pendohen. Fatkeqësisht nuk është që njoh disa persona nga vendi ynë, cilët kanë qenë përfitues të këtij programit, por nuk janë mjaftueshëm të involvuar në të, do doja t'i shihja pak më shumë. Konkurset publikohen në webfaqen e universiteteve, mirë po ne jemi të hapur edhe për konsultime. Ndërkohë që sa u përket organizatave, në qoftë se jo vetëm organizatave në fakt, po edhe institucioneve dhe klubeve sportive nga vendi ynë, gjithashtu i apeloj, me që tani aktualisht është i hapur ky konkursi vjetor i programit Erasmus+, që ka të bëjë me organizatat, me institucionet, me projektet e tyre. Që gjithashtu t'informohen, të vinë, ne kemi ditë të ndryshme promovuese, aktivitetet të ndryshme promovuese, mundësit janë të shumta, është shumë e rëndësishme që t'i shfrytëzojmë në këtë moment, për shkak se në momentin kur ne t'jemi si pjesëmarrës si barabart me shtetet e Bashkimit Evropian, ato bursat për ne do t'jenë shumë më të vogla. Edhe projektet e ndërtimit të kapaciteteve për ne do të kenë buxhet më të vogël. Për shkak se aktualisht gjitha këto veprimtari të programit Erasmus+, të cilat janë të hapura, janë pikërisht për shtetet tona, pikërisht për të përforcuar ne kapacitetet tona, ndërkohë që ne kur të arrijmë një status të nivelit të njëjtë me shteteve të Bashkimit Evropian, pastaj ne nuk do të kemi më mundësi të ndërtojmë kapacitetet, por ne duhet të japim atë ekspertizën tonë vendeve tjera që të ndërtojnë kapacitetet e tyre. Kështu që apelim është që definitivisht të informohen edhe të marrin guximin, sidomos për të rinjt, sidomos për studentët, ndoshta pak më parë se kanë një prej impakteve kryesore është edhe ai komunikimi ndërkulturor, thyerja atyre paragjykimeve që kemi ndoshta dhe stereotipeve për kultura dhe kombe tjera, mirë po një prej impaktive kryesore gjithashtu është edhe thyerja e asaj ndjenjes së inferioritetit që ne shumë shpesh fatkeqësisht e kemi në kuptimin që mendojmë që jo ne nuk jemi, ne nuk përkasim atje për shkak se atje është një nivel shumë më cilësor i arsimit e në fakt definitivisht, në rregull është, mirë po mendoj që janë pikërisht
programe të tilla edhe shkëmbimet studentore të cilat e përforcojnë pak edhe ndjenjen e vetbesimit tek ne, edhe na bëjnë me dije që jemi të barabartë. Mundësitë ndoshta nuk janë të barabarta, por definitivisht mund të arrijmë shumë më shumë, edhe pikërisht është ky program i cili i shtyn limitet e asaj që ne mendojmë që mund të arrijmë maksimalisht. Po, patjetër, kur ekziston dëshira, mundësitë krijohen dhe ishte një mesazh shumë i bukur. Unë të falenderoj shumë Rina që të kishim në studio, ishte kënaqësi që ndave me ne të dhënat për organizatën Erasmus Plus dhe të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë për ftesën, jemi aty të hapur për çdo informacioni të shtesë, në qoftë se duhet. Miru takofshim. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët në emisionin intervistë, së bashku ritakohemi në emisionet e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.